Pas këtij aktgjykimi të plot të gjykatës kushtetuese u bëhet qartë që nuk ka kurrfarë të drejtë të vetos të askujt në konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Ky është përfundimi i parë i rëndësishëm. I dytë i rëndësishëm është që gjithë deputetët do të jenë të pranishëm dhe të votojnë. Dhe i treti që dua ta ndaj me ju është që lëvizja vetëvendosje nuk ka kurrfarë vote për listën serbe, të asnjë të propozuarit. Kështu do të zhvillohet seanca. Mendoj që deputetët marrin pjesë prej gjitha partive politike dhe kur të dështojnë të gjitha opcionet e listës serbe, atëherë mbetet vetëm i fundit, që është zoti Rashić, edhe zgjedhja e tij nuk ma merr mendja që do të jetë antikushtetuese. Sot ma merr mendja që do të përfundojnë të gjitha. Ju e dini që maksimalisht do të mund të kishte 27 opsione po i bien, që të votohet derisa të shteren propozimet e listës serbe dhe pastaj besoj që më së miri është Kuvendit mos e zgjas më këtë peripeci edhe që të kryhen të gjitha sot. Nuk ma merr mendja që zgjatë më shumë se 3 apo 4 orë, do të kryhet ma merr mendja konstituimi i Kuvendit në ditën e sotme. Besoj fort që do të kemi Kuvend konstituar. Unë besoj që do të kemi qeveri, do ta kemi Albin Kurtin për herë të tretë, kryeministër të Republikës Kosovës, së shpejti. Kjo do të ndodhë pas konstituimit të Kuvendit. Unë mendoj që prej nesër fillon rrjedhja e kohës për krijimin e qeverisë të Republikës Kosovës. Sepse sot do të kemi Kuvend konstituar. Po, do ta kem një përgjegjësi në qeverinë e re. Me gjas ajo do të jetë. Diplomacia sipas gjitha gjasa. Faleminderit shumë. Është i propozuar i vetëvendosjes edhe është votuar nga gjithë ne. Është zgjedhur me legjitimitet. I kemi uruar të gjitha të mirat edhe punë të mbarë. Mendoj që do ta udhëheq mirë Kuvendin e Republikës tonë, edhe mendoj që do të jetë i afërt bashkëpunues edhe me partitë e opozitës. Ashtu do të jetë standardi se si vepron kryetari i Kuvendit, ashtu më jam munduar të bëj edhe unë vetë, kështu që urojmë ta kemi një Kuvend i cili shkon mbar edhe qetë.